Spektakël dhe emocione të forta. Atletico Madrid dhe Paris Saint-Germain ja donin që të merrnin një fitore shumë të rëndësishme në mbrëmjen e sotme në Champions League. Përshëndetje miq të trinj, nga unë Eva Murati, ritakohemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, gati për të marrë emocionet që na dhuroi kjo mbrëmje fantastike Champions League. Avokat, si e ndalën e kjo mbrëmje? Ndeshje shumë të bukura, edhe këto shumë të bukura, shkruar në futboll shumë të bukur. Sonë, por ajo që më bën shumë që nuk prisej që do të kishim një ndeshje me 2-0. Kështu që ndoshta rezultatet janë çik më të gjera dhe të që kanë një ndikim shumë të madhe në ndeshjen e javës tjetër. Kështu që kjo është surpriza e ndonë për mua. Liria? Atëherë për mua ishte një mbrëmje fantastike dhe kanë bërë hap drejt kualifikimit në Bayern Mund të Atletico. Ka luajtur në mënyrë shkëlqyer. Për mua Atletico dhe Parisi kanë kaluar gjithmonë. Të kaloj që sonda. Mirë, ne do flasim edhe pak më gjatë për analizën e plot, por si fillim do të shkëputemi për pak publicitet. Mos ndroni kanalin, jemi në Champions. Ndeshje mbaruar? Po. Facciamo un giocone.
Gati. Gati, Gjuna? Kemi zërish në studio Champions League, dashur për të fokusuar tek suksesi i Atleticos së Madridit 2-0 ndaj skuadrës së Barcelonës. Nisim diskutimin bashkë shohim këtë ndeshje. Mendoj që është një fitore shumë e madhe Atletico Madridit, jep një si vetes që ndeshjen e fundit ta shikoj më me besim. Patjetër është një hap më afër të kualifikimit se sa Barcelona, edhe sot ra miki i fushës që është kam mbullohu për Atletico Madrid ashtu siç ra dhe miki Bernabeu për Bayern Munich. Biti të bllokoi pikat e forta të Barcelonës duke bërë dublazhet e dhura në pozicionet e fushës ku Barcelona shuhet që ka lojtar cilësor, siç është edhe Yamal. Por besoj që edhe sot në daljen në karton të kuq erdhi si pasojë sëmundjes si ka ky skuadër në vendosjen e linjës së mbrojtjes. Kështu që një skuadër si Barcelona që sezonin e kaluar në gjysmëfinale ka pësuar 23 gola në Champions League dhe si vjet ka 19 gola të pësuar, besoj që ka shansin shumë të vogël për të kaluar në nivelet e tilla pse jo në finale. Kështu që është shumë e vështirë ndeshja e timit, patjetër që avantazhin e ka Atletico Madridit për 2 gola të shënuar dhe mënyrën se si u qas ekipit të Barcelonës dhe sot tregoi që verjet ka qenë goditur. Alvarez me atë gol të shënuar shumë të bukur, besoj që i ka dhënë bukurit kësaj skuadre që përveç se ka ditur në këto vitet e fundit të mbrojë mirë, por me cilësinë që kanë tashmë në sulm, pse jo mund të synojë edhe diçka më tepër nga ky kompeticion. E vërtet, mos e vërtet. Gjava, pavarësisht se fundin e vjet lojtar, skuadra e Barcelonës besoj ka pranuar zhvilloi një ndeshje mjaft të mirë. Përjashto këtu vetëm gole në momentin e golit që nuk i erdhi, ndoshta kjo edhe për çështje fati, apo jo? Patjetër, për çështje fati, për çështje shpenzimi energjie, se nuk është e thjeshtë luash në një skuadër si Atletico Madridit me një lojtar më pak ose gjithë ndeshjen. Gjë që kushtojë shumë skuadrën e Barcelonës, sepse shpenzimi i energjive është i dyfisht. Nga skuadra kundërshtare që tashamenti publimet apo dyfishimet e markimeve në lojtar caktuar si Yamal, që edhe pse i kishte të dyfishime arrinte të prodhonte diçka gjithmonë, bëhet më e lehtë sepse ke një lojtar më shumë dhe ke mundësi të menaxhosh aftësirat në fushë. Kështu që e ndikoi jo pak ndeshjen, sepse edhe në momentin që mori kartonin e kuq, në atë moment pësoi edhe goli Barcelona, kështu çdo gjë i shkoi në malore. Dhe nuk është e thjeshtë pas e të luash në të tilla nivele me të tilla skuadra, me një skuadër si Atletico, që sot ishte perfekt në mënyrën e organizimit, në mënyrën si mbroi, edhe pse pësoi nga Barcelona, është e pamundur që mos mësosh aksione të rrezikshme nga Barcelona, sepse ka shumë cilësi. Ka shumë cilësi përpara. Yamali sot rikonfirmoi, edhe pse nuk arriti të shënonte vetë apo nuk arriti të bënte të shënonte në një shok, rikonfirmoi që është numri 1, është panik për çdo ekip kundërshtar. Besoj që në kushtëzimin e lojtarëve dhe me rezultatet që pati sot Barcelona ta ketë shumë vështirë, edhe pse kjo Barcelona ka mësuar në momente saktuara që nuk është për të thënë asnjëherë që ka mbaruar çdo gjë. Sepse do të jetë tjetër, edhe pse është fushë shumë e vështirë Atletico Madridit, do të jetë në kushte të barabarta numër lojtarëve të ndeshjen tjetër, nuk do të ketë gjë për të humbur, cilësinë e lojtarëve e ka. Kështu që prapë do të jetë edhe ndeshja e fundit do të jetë e bukur. Mirë, do të njëke momentet më të mira dhe gola të sfidës Barcelona Atletico Madrid.
rëndësishëm, ja I ka në I mrekullueshëm nga pret një super përballje spanjolle, por të herë e vlefshme për UEFA Champions League. Jemi në çerifinalet të kompeticionit dhe Barcelona pret Pedri, të majtë Marcus Rashford, ja vojtë zonës që të një Rashford, për hoqja atësia për të djatë Marcus Rashford, qëndrore. Rrim për para kundërshtarët e tij, Julian Alvarez, për nisë pjesë e zonës, Julian Alvarez, ndalet! Provon të një brejnje për njële Visja Pirë, Cancelo, e forte djatë e tij, por qëndrore edhe këtë herë. Pasimi drejt Eli Garcia, shkrosimi mirë drejt Marcus Rashford, e kësën mirë topi. Realizimi nga që mirë të Lamine Yamal dhe Rashford! Realizon Barcelona, por nuk dhe goli! Garcia ja dhe të kubrojnë topi mund të edhe një për Barcelona, Dani Olmo, në tjetër në kërkitër Marcus Rashford! Juanuso! Dhe nga distantajera Martin! Ka të kërkitër shumë të një në skuadrë si Julian Alvarez dhe Alba, njësa të shumë shumë marrë si për Kova Shkabër shëllime, Julian Alvarez! Çfarë goli! Spektakular! Provon realizimin e këtë Marcus Rashford, në balë tek Marcus Rashford, shkat Musa Rashford! Giuseppe të djatë Marcus Rashford! Vetëm traversa e goli! Lamine Yamal, topi në shumë e parë me kokë! E pa besueshme! Dani Olmo nuk ja dhe nota devijoj! Topi dhe kraut majtë, shumë selësirës, Matteo Ruggeri e drejqënë Somlo! Aleksandar! Somlo! 0-2 Atletico! Simeone rezikona në topi më për ti, Joao Cancelo, shmati kundërshtar goditja! Dhe vjen për shëllima, Enish Vrakovac, Atletico triumfon 2-0 dhe Barcelonës në Camp Nou. Vetëm? 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 Si ka të ndorë në të se ka ka si ka të ndorë? Tota, që se minutët e fundit I ka lidhë shkallë. E si tha atje në përmërës të shqipë, jo të në sa kjenta me fanë ka të Për Griezmann, që duar shumë. Si ka një që ata pozatërë nëse të regjesër. E që për një tërë këtë sotë të në, edhe me një vjetë një. A I funksionojnë dugdajë në mënyrë perfekte, a I dujti shumë një më kopë që arate atë këto me Rashford. Rashford ka 600 nga vëtë një kopë. Ishe një Rashford I këshin majtë Manchesteri, I këshin majtë do. E të rëgoj që ka të duke për të kur të dhe rasë të Rashford të zbëgën? Në seri shminë, pa. Ja? Në seri shminë, pa. Grup shumë dhe shumë dhe taktiki shumë lartë të Atletico se sa Barcelona. Barcelona du si ke lagje, se është njëri që re dhe do dalë aksion. Brava asi gjoni, cop. Ai qëtë me vjeqari shkëtari bukur e Bernal. Për mu, me këta dy, me Lokman dhe me atë Alvarez, do t'ja atë probleme qitër ta. Ka lu fort dhe me shpirt, mrapa janë shumë, me shpirt dhe jetë shpirt, më të në fush. Gati qëna? Vazhdojmë të analizojmë skuadrën e Barcelonës, do dalim pikërisht këtu te këndeshja që ajo zhvilloi me Atleticon e Madridit. Vazhdojmë diskutimin së bashku për lirin, do të flasim gjithashtu edhe për golin e Atleticos së Madridit, realizuar nga Julian Alvarez. Duhet thënë një kryevepër e vërtetë. Ai ka kohë që më bën kryevepra, edhe sot e çon avantazh në fundin e pjesës parë në një hyrje shumë brezkënëse. Janë të tipit Messi, dhe për ironit fatit ja bën Barcelona. Dua të them që skuadra e Atletico sot më është dukur shumë e organizuar taktikisht, ka vepruar shumë mirë në fushën lojës, ka shfrytzuar shumë mirë të gjitha mundësitë dhe rastet që u dha, dhe po ta shohësh luan me shpirt. Lojtarët e Atletico Madrid japin shpirtin në fushë, janë të gjithë sakrificës. Barcelona e luajti lojën e saj, I krijoi mundësitë e veta, po me Rashford
Tani, që për të thënë, Lewandowski është në perëndim, është perëndim i thellë fare. Lewandowski. Dhe e themi me shumë keqardhje këtë, për të vërtetë. Vetëm një herë për të kuptuar. Lewandowski 90 minuta një herë për të kuptuar. Dhe ky Rashford, po të ishte mirë ky e mbani në Anglinë. Tash ky Rashford doli 5 herë aty as nuk ky afër gol. Jo që kishte ndaj pretendim që do shënonte Rashford. As nuk shkoi të mend që do shkonte në gol. Kështu historia është që në rast se ti krijon mundësinë në shkoshtë të ti ke të nivelit shumë të lartë. Me këtë nuk bësh dot asgjë, sepse sëmundësit të kushtojnë. Po nuk po pra dhe kushtojnë sëmundësit, se provizojnë gjithë punën në gjithë ekipin. Po me Lewandowski në Rashford do të fitojë Champions League. Është totalisht e vërtetë. Avokat, vazhdojmë diskutimin së bashku, flasim për Atletico me Julian Alvarez që është pak i preferuari jote, e ke shprehur. Pak si shumë. Okej. Shumë i preferuar. Shumë i preferuar sepse në ditët e sotme është vërtetisht që gjesh sulmues të këtij lloji që ndoshta nuk kanë një fizik të jashtëzakonshëm, por që të gjitha cilësitë e tjera që duhet të ketë një lojtar në pozicion të sulmit i kapur, nuk mund të gjesh dot një defekt, është i shkëlqyeshëm në gjuajtje, është në mënyrën e markimit në zonë kur kërkon topin, ka gjitha cilësitë. Luan me partnerët e tjerë, domethënë, kështu që është lojtar i rrallë në ditët e sotme. Nga kjo pikpamje edhe golin, edhe gjuajtjen nga larg ka se jo të gjithë e kanë këtë cilësi, kështu që madje unë do doja, domethënë që ndoshta një skuadër pak më të madhe se sa Atletico, ose nuk vlen Atletico. Ku do doja tash? Milan. Ka filluar E dëshira. Jo, e pjegurisë e jetës time nuk kam më dëshira. Këta dëshira që... Ja dëshira më me këmë në tonë. Përkasin një pjesë e që ma gjami, dhe që beson në shumë gjëra. Tani ka filluar mos i beson në të gjëra, por që e meriton ai si lojtar, mendoj, që të ketë një skuadër, ndoshta edhe Barcelona, ndoshta edhe një skuadër tjetër, unë do e kisha pas qejf shumë të Arsenali, sepse Arsenali ishin ose të Real Madrid. Unë por ai sa mund kuptoj unë dhe sa mund të ndoshta është edhe çështje gustos, po midis Mbappé dhe Julian Alvarez të Reali vë blozë Julian Alvarez. Kështu që është për mua është lojtar i veçantë. Dava Barcelona ku gaboi taktikisht sipas teje, duke hequr edhe pjesën e inferioritetit numerik, normalisht që besoj e ndryshoi komplet përballën. Është e pamundur që mos ta përfshijmë atë pjesën, se deri në momentin që ishin në grupa të barabartë lojtarë, Barcelona kishte dominancë ndaj Atleticos, edhe pse kishte një skuadër shumë të organizuar, siç është Atletico Madridi, kishte raste për të kaluar në avantazh, ishte superiore në realizimin e rasteve, dhe pastaj në momentin që mbeti me 10 lojtarë, soi dhe golin, dhe aty pastaj nuk është se mund të flasësh më për aspektet taktike apo gjëra, sepse i një skuadër që është me një lojtar më pak dhe është e detyruar, aq më tepër që duhet të shpëti për tentuar gjithçka për të arritur barazimin, dhe i pati mundësinë dhe për të arritur barazimin, pa ajo që tha Dirimi, Rashford shpërndoroi shumë, sot u ndje shumë mungesa e Rafinhës, kështu që më tepër ishte në momentet caktuara nuk mund të flasësh më pastaj për aspekte taktike me inferioritet numerik, sepse je detyruar që mbas të dalësh nga ato përgatitjet që ke bërë përpara ndeshjes. Se këto janë ato momente që skuadra nuk ka më atë konfigurimin e dur, nuk është më ajo skuadër që ti ke përgatitur se si do të përballesh. Më tepër për një skuadër të ballë si Atletico Madridi që intensitetin e lojës se ka armën e saj më të fortë. Nuk është e thjeshtë asnjëherë që ti luash me të skuadra. Shumë e vërtetë. Shameti, nuk e di, skuadra e Atleticos duket sikur ka fituar shumë terren përballë Barcelonës, nisur edhe nga paraqitja e mbrëmjes së sotme, ose mund të bëhet një parashikim sa shanse jep katalanësve për një përmbysje javën pas. Patjetër që rezultati i pastë 2-0 dhe mënyrë se si qes Barcelona sot jep shpresa të mëdha për kualifikimin në fejt. Por problemi është që kjo Barcelona ka mësuar që në momentet caktuara që ne mendojmë që e ka të vështirë i nxjerr golat nga vetë. Kështu që lojtarët që ka edhe pak të pa fat sot në përmështrimin tim, sepse i kryuan raste, për mendoj që ndeshja e Krimit
është ajo që nuk kanë çfarë të humbasin, por sa do arrin ata që të bëjnë diçka më tepër se çfarë bëjnë sot, sepse në përgjithësi sot nuk është se funksionojnë shumë me si fushës. Edhe linja e mbrojtjes momenteve të caktuara edhe për të dëshiruar, ndoshta do bëjë edhe në ndeshjen e timit. Pra kemi skuadër shumë të duruar, siç është Atletico Madridi, që e kanë ADN-n e vet. Dhe besoj që e mori fytyret e këtij durimi me cilësinë e lojtarëve që kanë marrë suni dhe kemi një Barcelonë që shpeshherë e shikojmë që luan për gjithçka, po pa një plan rezervë në mënyrën se si duhet të qasësh ekipeve kundërshtare. Pra që është problemi që mund të shënoj patjetër në ndeshjen e timit Barcelona, po ka një handicap shumë të madh dhe një problematik shumë të madhe në mënyrën e pjesësimit të golave. E thashë më përpara që janë shumë gola për një skuadër që tenton të marrë Champions League, 19 gola deri në çertfinale. Dhe 23 gola deri në gjysmëfinale sezonit e kaluar. Pra këtë duhet ta rregullojë sepse 40 gola për 2 vite në një kompeticion të tillë, skuadrat kundërshtare nuk ta falin. Sot nuk ta fal Atletico Madridi, por përballë Barcelonës. Nuk ka një skuadër tjetër. Një skuadër shumë më fortë mes. Shumë e vërtet. Mëse e vërtet. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e ndroni kanalin. Jemi në prim në Champions League. Dominim dhe suksesi i Paris Saint-Germain që triumfoi 2-0 përballë skuadrës Liverpool. Leri, do ta nisim diskutimin së bashku si të do Parisi. Aka shumë e kishin parashikuar që gjendja e Liverpoolit është shumë e rëndë dhe Parisi më në formë. Dhe ka element konsistentor. Dështimet në vlerë të Liverpoolit kanë bërë që skuadra mos ketë atë forcën dhe gjallërinë e paramenduar përpara se të ndërtojë këtë ekip. Unë mendoj që është fundi i slotit i trajnerit të Liverpoolit, nuk them që nuk ka të punë më, është për më është eliminuar, nuk ka asnjë mundësi, sepse ashtu se u zhvilluar loja do ishte 4-0 dhe besoj që edhe në Liverpool pas një javë e njëjta situatë, e njëjta skenë tjetër, sepse Parisi ka në një formë shumë të mirë dhe për më Kvaratskhelia është një nga lojtarët më në formë sot për sot. E krahasoj, pra nëse Olizei Bayern të luajë krahun e djathtë, Kvaratskhelia në krahun e majt, janë dy nga winger më në formë që po kalon futbolli evropian sot. Që Parisi e meritoi totalisht fitoren dhe besoj e ka hedhur hapin drejt kualifikimit. Liverpooli ka shumë vështirë kundër Portugalit. Ka një gjendje knockdowni, ka një gjendje që nuk po arrin dot të organizohet fare, kështu që largimi i slotit do të sjellë ndoshta përmirësimin e Liverpoolit për sezonin e ardhshëm. Avokat, e thamë bana shumë në pjesën e parë që Liverpooli nuk është në klubet e veta më të mira, megjithatë,
performancën në mbrëmjen e sotme duhet thënë që ishte në të gjitha aspektet shumë zhvilluese. Kështu që edhe Parisi duket sikur pati një seancë stërvitore sotës, se duket sikur ishin vetëm ata në fushën e vlerë. Kaq shumë, sot të të drejtën mund të qenë Liverpooli ndër më të mirë në sezon, po sot është shumë fort Parisi. Domethënë diferenca sot 2-0 në Barcelonë, 2-0 në Kupën, 2-0 në 10-10, ose 2-0 10-10. Kështu që sot Liverpooli do të them nuk është se më është shumë i keq. Por ishte Parisi sot, Parisi ka qenë po themi në nivelet e vjetshme. Një skuadër që në çdo moment e kontrolloi lojën, në çdo moment ishte shumë e qartë, i ndiqte ato si thosh situata që kishte përgatitur në mënyrë më fantastike, se të duket edhe në ato momente kur Liverpooli edhe deri nga fundi me ndrimin që bëri të ndroi kamerën e një herë, tenton në momente të caktuar të bënte një presim shumë fort, një qartësia edhe ajo ideja që ta kontrollonte lojën në çdo moment e Parisit ishte shumë domethënë se sot edhe sot Parisi më ka kënaqur. Më ka kënaqur dhe jam gati do të them gjë. Kush kalon nga Anfield do ta pyesi një herë vetëm se çfarë ndodhi, që Parisi do të javës tjetër të tregoj mirin nivel sepse Anfield është Anfield, por jam gati për të parë gjysmëfinale Paris-Bayern. E bëm që tani parashëkimin e tanë që tani fjallën finale për të mbrëmje. Gjafa nuk e di, ishte hyrë nga paraqitja e Liverpoolit, a prisi diçka më tepër nga paraqitja e Red, se ndoshta përtej edhe situatës, duket sikur ndeshjet e tilla të japin edhe pak më parë frymëzimin për të bërë një paraqitje më të mirë, më të fortë, më dinjitoze. Nuk mund ta qysh në mënyrë sepse nuk është e thjeshtë edhe pse janë ndeshje ku ti gjen edhe karikimin sepse janë netë shumë të rëndësishme, por nuk është e thjeshtë ta gjesh një ditë caktuar ku ke një vit me kaq probleme sa po kalon Liverpooli. Është e pamundur sepse çështja e futbollit nuk është një çështje që aktivizohet me një çelës apo me një diçka që sot do të luajë se kanë përballë Parisin dhe do të karikon. Kjo është do të vi si rrjedhoje një sezoni të mirë, të rregullt, ku lojtarët të kalojnë formë të mirë dhe aq më tepër ku përballë gjen një nga skuadrat më të forta të Europës. Kështu që është e pamundur praktikisht të gjesh natën perfekte kundrejt një skuadre që është kaq e fortë si Parisi. Kështu që nuk më jep një zhgënjim sepse nata e sotme, saqë më bën të dyshoj dhe tek forca e Parisit. Është realisht kjo forca e Parisit, duke të shkëlqyer ai Parisi që ne i mësuar të shohim sezonin e kaluar, apo është dobësia e Liverpoolit që e bën ngjaj këtë Paris kaq perfekt sot. Sepse praktikisht deri në sot në Paris nuk ka qenë asnjë moment kaq perfekt. Ka pasur ato probleme që ka shfaqur gjatë sezonit, skuadra që pëson shumë gola, dhe fakti që sot ishte kaq perfekt, mbase e bën Liverpooli që të ngjajë kaq perfekt, duke qenë me problemet që ka shfaqur gjatë gjithë sezonit. Kështu që unë mendoj që është një sezon për të harruar për Liverpoolin dhe duhet të rifilluar çdo gjë nga zero në fund sezonit, duhet vënë pikat mbi i dhe për të parë se ku ka gabuar për te merkato, se nuk është vetëm çështje merkato. Sepse me të vërtetë ato lojtarë nuk kanë ambientuar, por nuk gjetë një skuadër të fortë këtë sezon. Se një lojtar që vjen do të një skuadër të fortë nga mbrapa. Sepse ne kemi Van Dijk që është totalisht jashtë forme, nuk është Van Dijk që ne mësuar në sezoneve të kaluara. Është me përjashtim të Soboslaj, më të them gjithë skuadrën që nuk është në formën e saj. Kështu që është për të parë çdo gjë në sezonin e Liverpoolit. Mos e vërtet. Shameti, po, nuk e di, jo do ta pyesja Shameti, mendoj që është Parisi më i fortë apo ndoshta ishte Liverpooli një skuadër shumë e dobët në mbrëmjen e sotme dhe prandaj edhe Parisi duke i kaq në formë, kaq perfekt, ashtu siç po thoshte edhe Xhafa. Përtej performancës së shkëlqyer të Parisit, mendoj që Liverpooli sot tregoi tipën më fundore të ekipit. Në konotacionin negativ, sepse nuk mund të arrish dot që në 94 minuta lojë ti mos godasësh asnjë punë. Të kesh vetëm mos gaboj 2 tentativa. Të bësh në të gjithë lojën 189 pasime të saktë. Dhe të pësosh jo vetëm 2 gola, po mund të pësonte Liverpooli shumë gola të tjerë. Pra, momenti që ti nuk të funksionon as sulmi, as mes fush, as mbrojtja do thotë që është dështim total i paguar shumë shpejt.
mos heqin fare meritën Parisit, sepse ka bërë një lojë të shkëlqyer, nuk është ai Parisi që ne kemi parë në rrugtimin e vet deri në këtë moment, por unë mendoj që ishte dotësia shumë e madhe e Liverpoolit që dyshoj që mund të bëjë diçka më tepër në Anfield, sepse Parisi e bëri të njëjtën gjë dhe sezonin e kaluar dhe arriti të fitojë aty, pavarësisht se u kualifikua pastaj në penalti. Po mendoj që edhe atë ndeshje Liverpooli nuk është se shkëlqeu, por pak të nduajtur. Edhe ndeshjen e parë. Pra sot ne pam një skuadër të vendosur në fushë, por që nuk luajti në asnjë moment. Dhe kjo të bën pesimist, mendosh që kjo skuadër me gjithë problematikën në kampionat, me gjithë problematikën e rrugtimit deri në këtë moment, të arrijë që të përballi dhe të ketë shanse për të kualifikuar kundrejt Parisi që sot ishte në perfekcion. Diferenca ishte shumë e madhe. Mirë, rikujtojmë edhe një herë momentet më të mira dhe golat e kësaj sfide, të kthehemi sërish në studio për analizë. Janë të shkurtra, kështu që janë shumë të shkurtra. Po e ti shkurt biritën, që erdhi ora. Ekip të Dues për të më shot e këndesh, ka mundësi Parisi të shpërmendesh. Pasimes për Due, ma marrë të shviri. Dore farë për farë, ka mundësi farë skelja, pason qëtër. Të kërë Due, në pizja e farë, Due të shko për të. Ka veç që si vrapun e Van Dijkut, me vrapun të letër. Ta duan të heqin këtu 100%. S'ka mundësi. O 189 pasime të sakta. 200 sa ishte? 253 pasime në total, që një skuadër i bën 253 pasime në total me një pjesë, ata kanë bërë një lojë. Kupton çdo thotë apo? S'ka se si mund të jetë ndryshe. Kalgili sërish për këtë Belen. Hakimi, Falë. Vazhdojmë të diskutojmë në studio Champions League për fitoren e Paris Saint-Germain. Dini do të ndalemi shumë pak tek goli i Kvaratskhelia, i cili për të vërtetën nuk e di, duket sikur tek skuadra e Parisit, po merr Hollandën. Patjetër është një nga lojtarët më funksional të momentit. Unë mendoj që në një ndeshje që luajti kontarja e tij, pra Gjorgjia nga Izraeli, dhe ai shënoi 2 gola në një formë të shkëlqyer sportive, këtë formë manifeston në një skuadër për Saint-Germain. Do të them që Kvaratskhelia është blerja më interesante që Paris Saint-Germain ka bërë edicionin e kaluar, duke e marrë nga Napoli. Dhe për mua Kvara është lider në skuadrën e Parisit, pra lider aty ku janë shumë lyje, dhe kjo nuk është pak. Dhe po të jetë ndeshtim në përësi, unë nuk isha dëgjuar ndonjëherë në Champions, në këtë nivel të Championship, që zotrimi i topit ketë 74% me 26%. Nuk e di çfarë ndodh, në pushim në interval kur po shikonim kronikën e kësaj ndeshje, avokatën duhet të thajë këta duhen me heq tani, ka mundësi. Po kemi tre. Unë ishe procedurar tek pavi, o më eri këta në duke sa duhet, këta duhet e një njën, ta si këta zvrapoj fare. është kulmi botës, Ne që ka thënë avokat. 7 Le të bëhet një patriciu pra një film. Po 74-26% nuk mund të ndodhë në ekipe, në klube ka që të vaja. Me miliarda, tu vjen investuar në miliarda euro dhe përqilja 74-26 mua është shumë largë logjikës time, nuk arrita konceptoj të. Mori pak veten Liverpooli të futa i Isak. Sot Isak ze prima fare. ajo që të vjen sot tek Liverpooli është sot është sankcionuar situatë dy votë në Salansa, mos ta fusësh as gastonin për të tentuar
Çfarë do lloj gjëje? Diçka, çfarë do lloj gjëje vërtet. Lojtari që ka qenë 6-7 vitet e fundit ka qenë simboli i skuadrës në ndeshjet e tillë dhe nuk e ke as ndrim, tregon që dikush do të Është një marrëdhënie tashmë në është një kompromituar. Po Yuri Sako. Do të luajë një ndeshje tjetër në Champions League Sako. Javë tjetër. Ndërkohë nuk ka munguar e Bonsoda të dëshimta pikërisht e kjo përballje dhe e nisi më njëherë diskutimin për ta analizuar. Shameti e nisim bashkë një ndër episodet e këtij takimi. Është kjo ndërhyrje e Ndërhyrje e pastër e E pastër. Nuk ka lidhje fare me faulin dhe automatikisht me penaltin. Dhe ka bërë shumë mirë Vari që ka firuar lëvizjen. Okej, Gjafa për ty? Si e Ja, zhvilon? ndaj një elementim. Është tentativë për të rekuperuar topin. Nuk ka rast për minjë të përsh. Është edhe një mësim për njeriu që kupton që dhe vari mund përdoret tamam, nuk është Përdoret për mirë. mund përdoret për mirë, se ishte gjëna që da jepë penalti këtë natë ndërhyrje Se pranoj, jo 100%. Jo 100%. Që asnjë 100%. Se kemi parë dhe kur ka gabuar dhe Vari dhe mes në tokën fal. Po. Por kjo është etalon ose shembull i një ndërhyrje të pastër sportive Dhe të guximshme. të guximshme, por se ai ishte shumë afër penaltis. Në rast do të prekur këmbën e kundërshtarit dhe ishin 1 metër. Në rast që Kretse ka prekur, Konaté ta francezët kanë mbylur gjithandej, do ta ndaloj të kombëtarën e Francës. Nuk do të rroj. Por ndërhyrja ishte fantastike fare. Më pëlqeu shumë. Kush do ta ndaloj? Ta kemi edhe për të regjistruar deri në fund. Pjesë e live-it. Ta lem që e ta avokati sërish të avokati. Jo, ta garantoj, dhe ta ja E ta avokati. Çdo gjë për hapë pjesë. Atje. Në kohën në sekondat e fundit të sfidës, pati gjithashtu edhe një shtytje të lehtë ndaj Mendes, që sigurisht brenda zonës. Konaté ishte sërish protagonist. Nuk e dim nëse kjo shtytje sa mund të ndikojë për të apërduar një vetësh. Sot ishte Liverpool për gjyna. Kjo është brenda futbollit, por që është në limite. Kjo është në limite dhe nëse jepet 20 metrash, nuk është dramë. Domethënë, penaltia e disë që pretendon dhe Bayerni është nuk penalti se kjo. Rasti i Ulizes me mbrojtjen e Realit, mbrojtjen e Krahut. Kjo është mund të pranohet ende. Po Milani ka vetëm penaltin me Chelsea për shumë më pak se këtë, duhet ta kujtojmë gjithë. Edhe sigur ta haron nuk të lë avokatin në asnjë mënyrë që ta haron. Për avokatin. Po, Propozimi im është i thjeshtë dhe ai ta veshin nga ana juridike që nuk do të ekzistojë kartoni kuq. Mos ekzistojë? Po s'ka që ka më bukuri futbolli. Po i jepet dënimin si të dua gjej një dënim tjetër. Po jo që ta largosh nga fusha lojë. Ai mund të bëjë një veprim të rënd që minutën e dytë. Që minutën e dytë do ta lesh 11-10, bën dhe një tjetër leje me 9. Po prandaj ndoshta për të shmangur. Kartoni kuq është penalizim shumë i rënd. Është do të thonë zhdukje. Dikur ka qenë dënim me vdekje. Çfarë do bëjmë kjo? Të dimë nga fusha. Si nga fusha? Ai ka dalë me lujë. Jo, Leri, ndoshta për ta bërë aq të rënd sa të mos guxojë ta bëj askush. Po si se kartoni kuq ai e ruaj ti mbrojtësi, po e preku këtu. Po e preku do ta prekë Për atë. rastin e Barcelonës. Ka një gjë është thënë botë, domethënë ka një të drejtë. Futbolli është vetëm sport skuadre që ka këtë drejtë. Nuk ka asnjë tjetër sport skuadre që edhe hokej e ka me kod kufizuar. Po pra lëre 50 minuta, Pra, kjo është një veçantë e futbollit, po është ato veçantë pa të cilat ndoshta nuk do ta kishin dashur. me fjalë se pranon propozimin tim. Nuk tasim. Jo, sërish. Nuk tasim. Jo, i ke tërsisht. E kam një sërish. Por është ato rregulla që ndoshta futbollin e kanë bërë, domethënë kaq të veçantë dhe prandaj është kaq i dashur. Mendoj. Sepse futbolli ndryshe nga sportet e tjera që kanë shumë pikë, pra nuk e kanë rregull, por kanë pikë shumë të mëdha, basketbolli, voleybolli, handbolli, domethënë kanë pikë të mëdha, kanë mbarojnë me 90 pikë, po ato që janë me pikë më pak, do mbarojnë me 15 pikë me shumë shënime. Futbolli nuk ka veçantë, futbolli ka pak shënime. Domethënë ka 2 gola, 3 gola.
Jo, po janë të lidhura këto. Nuk ka logjikë që ti traktoni kuq. Çdo të traktoni kuq. I bëri një gabim, do rish 15 minuta aty bësh cenë. Edhe të këtu me 10 veta 15 minuta. Po jo 90 minuta. Gabimi që ke bërë e që goda. Domethënë gabimi që bën mbrojtësi i Barcelonës është një gabim që ka eliminuar kundërshtarin si për të shënuar golë. Kjo sport është një sport që luhet për një gol. për një gol. Jo para gjithmonë. Ka i ndoshta se po dëgoj. Versioni tjetër që ne për Jonathan, neve e di që na pëlqen të flasim pafund për futboll, po themi edhe pak tek Parisi se Shavini, qëndrojmë tek episodi, të lutem, do të që edhe mund ta shohim ishte apo jo 11 metrash për ty. Të thuash të limite, shumë shtyrje e lehtë për të dhënë penalti. Është treguar pak me shumë emotivitet në drejtim të Liverpoolit, por gjithsesi unë mendoj që të tilla penalti nuk do të jetë. Kam një pyetje. Po? Po në rast se do kishin bërë në shpulla ja. Nuk do të ishte dy në shpullë, ishte. tjetër kategoria. Ajo Ajo është dhun. Po, do të se kjo nuk është dhun. Ai është i prishim libër, do të Deri këtu mund ta durojë sportin. Po ja. Deri të Po si sonë, çfarë dushin ka? Jo. Kush është dushin? Çfarë dushin? O ta ka të përveshur. Sa dushin? Penalti. Okej. Çuna, faleminderit për momentet dhe analizën tuaj. Ky ishte vetëm akti i parë i çerefinaleve të Champions League. Disa skuadra në fakt kanë hedhur një hap të rëndësishëm e disa të tjera shpresojnë tek mrekullia. Ne do takohemi javën e ardhshme ku në Aren do të mbeten vetëm 4 gladiator. Do të shihemi javën tjetër. Nga unë Eva Murati, nga Puni. Majtë me lirin që e thonë tje këndë në me prasë. Deshampi. Që i ma brava, me 200 militarë që lupu dërsun. Jo, da dhe kishë. Da dhe mirë. Ciao. Just keeping it just for a little because we finished the show and everybody is going home now, so look. They're removing everything, they're removing the camera and everything because the studio is going to be used for another show tomorrow morning, and everybody's like putting their stuff on the right place. So I'm gonna go as well, and many kisses to all of you, and see you next week because tomorrow, not tomorrow, next week we're gonna have another beautiful night in the Champions League. We're gonna be here as always here on TikTok Live, but also on the official broadcast at Drink Sport 1. I usually put the name of the channel for anyone who wants to watch the official broadcast. I usually put it as, I don't know, as the title of the live, something like that. It's called Drink Sport 1. So I'm gonna be live there. No, not tomorrow. It was it was a mistake because I'm very tired. Mwah. Kisses, and see you next week. Bye, bye, bye.